Çmimet e larta të karburanteve dhe mungesat po ndihen dukshëm në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe kanë shkaktuar tension dhe panik mes shumë individëve, por edhe bizneseve. Në Sloveni, qeveria ka marrë masa drastike për të parandaluar mungesat dhe për të garantuar furnizim të qëndrueshëm. Secili qytetar mund të furnizohet me maksimumi 50 litra karburant në ditë, ndërsa bizneset dhe fermerët me nevoja më të mëdha mund të blejnë deri në 200 litra. Masat janë të përkohshme dhe do të qëndrojnë në fuqi deri në njoftim të ri, ndërsa ushtria është angazhuar për të ndihmuar në shpërndarjen dhe monitorimin e furnizimit në të gjithë vendin. Kryeministri i Slovenisë ka paralajmëruar edhe mundësinë e kufizimit të shitjes së karburantit për shtetasit e huaj, për të parandaluar rrjedhën e jashtme që rëndon tregun vendas. Operatorët e karburantit janë të detyruar të raportojnë vazhdimisht gjendjen e rezervave në pikat e shitjes, duke treguar seriozitetin e situatës. Edhe në Kroaci, situata është shqetësuese. Autoritetet po përpiqen të frenojnë fenomenin e quajtur turizëm karburanti, ku shtetas nga Austria, Italia dhe Gjermania blejnë sasi të mëdha nafte dhe benzine për shkak të çmimeve më të ulta se në vendet e tyre. Si reagim, disa stacione furnizimi kanë kufizuar sasinë e karburantit për klientët, ndërsa qeveria ka liberalizuar çmimet në autostrada për të frenuar blerjet masive. Analistët paralajmërojnë se situata në rajon është reflektimi drejt për drejt i rritjes globale të çmimeve të energjisë. Autoritetet po bëjnë thirrje për blerje të arsyeshme dhe shmangje të panikut, por sfida mbetet e madhe për të siguruar furnizim të qëndrueshëm dhe për të stabilizuar tregun në ditët në vijim.